Pas hyrjes në Këshillin Bashkiak të Korçës të dy këshilltarëve të rinj, Mirela Qeleshi dhe Sanjel Skënderasi, mbledhja e radhës është përfshirë nga debatet. Sot jemi përpara një fakti publik që Sanjel Skënderas është antar i Partisë Socialiste. Këtu ne shikojmë një devijim të vullnetit të zgjedhësve. Meqense nga ana ligjore ai ka të drejtë marrë mandatin, më ndoshta do ishte e moralshme që ai të mos e pranonte mandatin sepse ai nuk përfaqëson vullnetin e zgjedhësve që e kanë zgjedhur në këtë rast. Zgjedhjet që çfarë duhet të bëj unë dhe këtë duhet të mbaj unë, këtë duhet të mbaj unë, janë ato që më takojnë mua dhe nuk i takojnë asnjëriu tjetër. Të tjera debate ka pasur lidhur me komisionet e përhershme ku do të marrin pjesë këta dy këshilltar. Të djathtët kanë kërkuar që Mirela Qeleshi të jetë pjesë e Komisionit Financave, e madje këshilltari Devis Osmani ka dhënë dorëheqjen nga ky komision për t'i lënë vendin Qeleshit, ndërsa me tagrin e kryetarit të grupit ka kërkuar që opozita të jetë pjesë edhe e një tjetër komisioni pasi këshilltari Skënderasi nuk përfaqëson më opozitën. Këto kërkesa janë kundërshtuar nga opozita. Nuk ka qenë dëshirën time që unë të largohem nga Komisioni i Financave, patjetër që s'është në dëshirën time, ka qenë dëshirën time që zonja që mori mandatin të ishte pjesë e këtij komisioni, duke qenë që është edhe eksperte. Pjesa se si ne do t'i organizojmë këshilltarët në për komisione, secili ka të drejtën e tij dhe këtë nuk mund as t'ia mohosh opozitës, as t'ia detyrosh asaj nëpërmjet fuqisë të kartonave. Nuk mund të ndryshojnë rregullat në mes të lojës. Absolutisht çdo këshilltar është i lirë të marrë pjesë në çdo komision. Këta e dim të gjithë, kush ka dashur dhe nga komisionet e tjera kanë marrë pjesë në mbledhjet e Komisionit të Financave. Pas shumë diskutimeve është vendosur që javën e ardhshme të thirret konferenca e kryetarëve, ku secila palë do të vendosë për pjesëmarrjen e këshilltarëve në komisione.